Këtë të enjte pritet të zgjidhet kreu I ri I SPAK, ndërsa ndërkombëtarët zbarkojnë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për të monitoruar çdo hap të procesit. Ambasadori I BE-s Silvio Gonzato dhe përfaqësuesit e vendeve anëtare kërkojnë një zgjedhje të pastër pa ndikime nga një figurë me integritet të lartë dhe të pakontestueshëm. BE shpreh besimin se KLP do të tregojë përgjegjësinë më të lartë, duke siguruar që SPAK të drejtohet nga një profesionist I pavarur, I përkushtuar ndaj standardeve më të mira evropiane. Ndërkohë, ambasada britanike e cilëson këtë si hap thelbësor për forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit, duke kërkuar një proces të lirë, të drejtë dhe transparent. Zgjedhja e kreut të SPAK shënon një moment kyç për drejtësinë në Shqipëri dhe për bashkëpunimin e vendit me partnerët ndërkombëtar. Pas 7 vitesh borxhe dhe humbje, Air Albania ka pezulluar operimet pasi Autoriteti I Aviacionit Civil revokoi licencën për mosrespektim të standardeve ligjore, që nga 7 dhjetori kompania nuk kryen asnjë fluturim, ndërsa çdo shitje bilete është potencialisht mashtrim. Fati I saj u vulos nga dalja e Turkish Airlines, që shiti 49% të aksioneve, duke lënë kompaninë në krizë të thellë financiare dhe me 10 miliona euro borxh ndaj furnitorëve, tatimeve dhe aeroporteve. Pezullimi I AAC duket si grushti final që shënon fundin e krenarisë imagjinare të qiellit shqiptar. Sali Berisha shprehet me vendosmëri. Partia Demokratike nuk mbështet paqen fiskale. Ai akuzon qeverinë se me këtë ligj po legalizon paratë e trafikut të drogës dhe po shkatërron ekonominë shqiptare. Ai akuzon qeverinë se me këtë ligj po legalizon paratë e trafikut të drogës dhe po shkatërron ekonominë shqiptare. Berisha paralajmëron se amnistia fsheh kanalet e larjes së miliardë eurove nga kartelet dhe klanet kriminale, duke krijuar pabarazi mes kompanive që kërkojnë të drejtën e tyre në gjykat dhe atyre që nuk e bëjnë. Mbi të gjitha ai denoncon rrezikun e zhvlerësimit të euros me 35%, që do të godas eksportet, bujqësinë, industrinë dhe çmimet e konsumit, duke krijuar një shok të madh ekonomik. Një paralajmërim I qartë për pasojat katastrofale të politikës fiskale të Ramës. Gjithashtu Berisha sot alarmoi edhe për shpopullimin masiv të Shqipërisë, duke e cilësuar si goditjen më të rëndë demografike dhe një gjenocid të heshtur ndaj shqiptarëve. Ai paralajmëroi se me ritmet aktuale vendi rrezikon zhdukjen e pashmangshme. Berisha prezantoi paketën e PD-s për nxitjen e lindjeve, 1.000 euro për fëmijën e parë, 2.000 euro për të dytin, 3.000 për të tretin dhe 5.000 për të katërtin e më shumë, duke llogaritur 60 milion euro për 30.000 lindje në vit. Përveç kësaj, çdo fëmijë deri në 6 vjeç do të marrë një bonus mujor prej 50 eurosh, duke synuar ndalimin e rënies së popullsisë dhe rikthimin e shpresës demografike në vend. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht kreun e lëvizjes Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, pas protestës përpara kryeministrisë për grumbullime dhe zaptim të hapësirës publike që penguan qarkullimin. Lapaj reagoi ashpër duke akuzuar Ramën si frikacak dhe qeveri krimi, duke thënë se procedimi është një dekorate pa parë për të treguar frikën e qeverisë. Ai paralajmëron se ndërgjegjësimi I qytetarëve pengon vjedhjet e pushtetit dhe kujton bllokimet e mëparshme të rrugëve dhe shkeljen e të drejtave të qytetarëve nga Rama dhe zgjatimet e tij të policisë së shtetit. Një përplasje e hapur mes protestuesve dhe qeverisë që nxit tensionin në zemër të Tiranës. Avokati Genc Gjokutaj hedh akuza të forta ndaj deputetëve të PD-s që mbështetën kandidaturën e Endri Shabanit për avokatin e popullit, por më pas u tërhoqën. Duke publikuar listën me emrat, ai fton ata të konfirmojnë nëse firmosën vërtet, duke paralajmëruar se ikja e Edi Ramës do të marrë me vete jo vetëm PS-n, por edhe agjentët e saj. Gjokutaj I shënjestron ata si agent të Ramës dhe thekson se kjo thirrje e tij është personale, e pandikuar nga askush, me përgjegjësi ligjore dhe morale. Një përplasje e hapur brenda PD-s që nxjerr në dritë lidhje të fshehta dhe tensione të brendshme politike. Kryetari I Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi paralajmëron alarm në sistemin e drejtësisë. Magjistratët e lodhur dhe të pambrojtur rrezikojnë cilësinë dhe pavarësinë e vendimarrjes. Për herë të parë pas shumë vitesh, gjyqtarët dolën me një zë të përbashkët, duke kërkuar siguri, mbështetje, dinjitet profesional dhe respekt institucional. Sadushi thekson se pa investime në infrastrukturë, burime njerëzore, mbështetje psikosociale dhe një dialog funksional me pushtetet, drejtësia me standarde europiane mbetet vetëm aspirat. Një sinjal I qartë se sistemi nuk mund të mbietojë mbi sakrificën individuale të magjistratit. Qeveria shqiptare po financon me 6.6 milion euro nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit një projekt infrastrukturor në Bregdetin e Durrësit, I cili në fakt shërben për ndërtimin privat të kompanisë arabe Alabar. Pavarësisht kontratës që parashikonte se investimet do të mbuloheshin nga kompania, modernizimi I zonës po paguhet nga buxheti I shtetit, ndërsa Alabar tashmë shet apartamente, zyra dhe njësi tregtare. Tenderi do të zhvillohet më 22 dhjetor 2025 dhe punimet do të zgjasin 18 muaj. SPAK vijon të hesht, duke mos hetuar favorizimin e projektit privat me taksat e shqiptarëve.
Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në ceremoninë e 50 vjetorit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, duke theksuar rolin historik të saj në zhvillimin e dijes, kulturës dhe identitetit kombëtar shqiptar. Ai vlerësoi sakrificën e profesorëve, studiuesve dhe albanologëve që në kushte të vështira ruajtën gjuhën, arsimin dhe kulturën shqipe. Begaj nënvizoi bashkëpunimin e ngushtë mes akademive të Shqipërisë dhe Kosovës dhe rolin jetik të diasporës në zhvillimin e vlerave shkencore dhe kulturore. Për të, 50 vjetori është festë e dijes, përkushtimit dhe integritetit të 10 qindrave personaliteteve që ngritën themelet e këtij institucioni. Kompania izraelite Elbit Systems, një nga më të mëdhat e mbrojtjes, është pezulluar nga Agjencia e Prokurimit të NATO-s në SPA për shkak të dyshimeve për korrupsion dhe rishfete në kontratat me vlera miliona euro. Pezullimi ndalon kompaninë të konkurrojë për tendera të rinj, ndërsa disa kontrata ekzistuese janë bllokuar. Hetimet përfshin ish agent të NSPA-s dhe konsulent ndërkombëtar, të cilët dyshohet se manipuluan procedurat për përfitim të kompanisë. Skandali ka tronditur NATO-n dhe zbulon rrjetin e gjerë të korrupsionit në prokurimet e mbrojtjes, duke përfshirë kontrata për municione, avion dhe anije patrulluese me një xhiro vjetore prej miliarda dollarësh. Fermerët dhe peshkatarët në Greqi intensifikojnë protestat, duke bllokuar portin e Volosit me traktor dhe anije. Pas incidenteve në Kret, policia po pengon hyrjen e tyre në port, ndërsa autoritetet doganore raportojnë ankora të bllokuara. Prokurori i gjykatës së lartë, Konstantinos Tsavelas, ka urdhëruar ndërhyrjen e prokurorëve për të hetuar veprat penale të pengimit të transportit, dhunës ndaj punonjësve dhe shkaktimit të dëmeve. Protestat janë të koordinuara nga bllokadat e Thesalis, Mikrothebes dhe Nikajas dhe synojnë të tërheqin vëmendjen ndaj kërkesave të fermerëve, duke rritur tensionet në portet kryesore tregtare të vendit. Presidenti serb Aleksandar Vučić synon të anashkalojë njojën e Kosovës dhe normalizimin e marrëdhënieve, duke propozuar që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të pranohen njëkohësisht në BE. Megjithatë, Komisioni Evropian kërkon nga Serbia përparim të prekshëm, liri të medias, zgjedhje të lira dhe të ndershme, përputhje me politikën e jashtme të BE-s dhe përpjekje reale për normalizimin me Kosovën. Raporti i fundit tregon regres në lirinë e medias dhe manipulimin e institucioneve si REM, duke rritur kontrollin e Partisë Progresive Serbe. Për Vučić, çdo hap për pranim të përbashkët është strategji politike. Për BE-n, transparenca dhe standardet demokratike mbeten kusht i pandryshueshëm. Papa Leo i 14 kritikoi deklaratat e Donald Trump që akuzonte Evropën për dobësi dhe paaftësi, duke paralajmëruar se këto komente rrezikojnë të shpërbëjnë aleancën SBA-Europë. Ati i shenjtë nënvizoi se Evropa duhet të ketë rol aktiv në çdo marrëveshje paqeje për Ukrainën dhe vlerësoi përpjekjet e Vatikanit për armëpushim dhe kthimin e fëmijëve ukrainas nga autoritetet ruse. Ndërkohë Trump sulmon udhëheqësit evropian si të paaftë dhe lavdëron rusët si më të fortë në negociata, duke sugjeruar se Zelenski duhet të pranojë humbjet territoriale dhe të mbahen zgjedhjet në Ukrainë, një përplasje e qartë e vizioneve mes liderëve botror për fatin e konfliktit Ukrainas. Shtetet e Bashkuara intensifikojnë praninë ushtarake pranë Venezuelës. 2 avion luftarak F-fraksion A-18 fluturuan për 30 minuta mbi gjirin e Venezuelës. Brenda hapësirave ajrore ndërkombëtare, zyrtarët amerikanë quajnë misionin stërvitor rutinor, por ekspertët e shohin si demonstrim fuqie dhe paralajmërim ndaj Caracasit. Aktiviteti vjen pas muajsh operacionesh kundër trafikut të drogës dhe tensioneve në rajon, megjithse Maduro mohon çdo kërcënim. Ky fluturim tregon se SBA po monitoron dhe shfaq kapacitetet e saj ushtarake pranë Venezuelës, duke rritur presionin në një zonë strategjike të Karajibeve. UNICEF paralajmëron një krizë globale humanitare për vitin 2026. 73 milion fëmijë në 133 vende kanë nevojë urgjente për ndihmë, ndërsa 200 milion do të varen nga mbështetja humanitare. Organizata kërkon 7.66 miliard dollar për të ndihmuar fëmijët më të prekur, përfshirë vajzat dhe ata me aftësi të kufizuara. Drejtoresha UNICEF-it, Catherine Russell, thekson se fëmijët përballen me dhunë, uri, katastrofa klimatike dhe kolapsin e shërbimeve. Financimi i pamjaftueshëm po detyron shkurtime drastike. Në 2025-ën, programet ushqimore u ulën për 15 milion njerëz, ndërsa mungesa e fondeve për arsimin rrezikon të lërë miliona fëmijë pa shkollë. UNICEF paralajmëron se pa fonde të mjaftueshme, mbijetesa e fëmijëve është në rrezik. Administrata e Donald Trump po përgatitet të shtrëngojë kontrollin ndaj vizitorëve të huaj, duke kërkuar nga aplikantët e programit të heqjes së vizave dorëzimin e 5 viteve të fundit të aktivitetit në rrjetet sociale dhe të dhënave personale të familjarëve. Kontrolli i ri do të përfshijë emailët, numrat e telefonit dhe një shqyrtim të detajuar të aktiviteteve online për çdo shenjë kërcënimi ndaj SBA-s, terrorizëm apo përmbajtje antisemitike. Masa do të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm, synojnë në rritjen e sigurisë kombëtare, por kritikët paralajmërojnë një zgjerim dramatik të mbikëqyrjes
kontrolës dhe procedurave të gjata për vizitorët. Një nismë që ndryshon thelbësisht mënyrën se si qytetarët e huaj hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Kosova humbi një legjend të sportit, boksieri Nazif Gashi, i cili ndoroi jetë në moshën 74 vjeçare. Gashi, pjesë e gjeneratës së artë të KB Prishtina, la gjurmë të pashlyeshme në boksin e ish Jugosllavisë. Ai imposhti kampion botëror dhe medalist olimpik, duke përfshirë Slobodan Kaçar, Marian Benesh dhe Svetomir Bilic. Për tifozët shqiptarë, humbja e tij është një trishtim i thellë, por legjenda e karrierës së tij do të mbetet e paharrueshme.